gjithvjetor, është shumë e rëndësishme të përmendet kjo. Faleminderit gjithëve. Kjo përfaqëson për ne një përgjegjësi të shtuar për gjithë institucionet publike në fakt, cilat duhet garantojnë standarde të larta që t'i përgjigjen pikërisht ofrimit të një shërbimi sa më cilësor, sa më të sigurt dhe sa më korrekt kundrejt kësaj kërkese të rritur të ofertës turistike, le të themi. Në fokus të këtyre problematikave kemi garantimin e sigurisë në plazhe dhe në hapësira publike, administrimin dhe monitorimin e stacioneve të plazhit, monitorimin e aktivitetit të mjeteve lundruese në zona turistike, menaxhimin e trafikut rrugor dhe të parkimeve, sigurimin e furnizimit optimal sipas zonave të caktuara, duke e përshtat atë dhe me problematika të trashëguara ndër vite me energji elektrike dhe me ujë të pishëm, menaxhimin efikas të mbetjeve urbane, kontrollin e ndotjes akustike, garantimin e sigurisë ushqimore, mbrojtjen e mjedisit. Secila prej këtyre fushave kërkon vëmendje maksimale dhe reagim të shpejtë institucional dhe në këtë kuadër dua të kthej në vëmendjen tuaj që raportimi në kohën e dur i çdo problematike, raportimi në kohën e dur i zbatimit të masave të vendosura në planin e veprimit për sezonin turistik 2026, sikurse ju është evidentuar edhe nëpërmjet komunikimeve të vazhdueshme ndërinstitucionale që kemi pas, është shumë e rëndësishëm në mënyrë që çdo problematike e hasur të raportohet dhe të administrohet në kohën më të shkurtër të mundshme dhe më optimale të mundshme. Ka pasur një rritje dhe një akomodim model për sa i përket turizmit. Dua ta falenderoj në veçanti prefekten Oltën për qasjen e re që i ka dhënë detyrës si prefekte. Dhe unë kam përgatitur një material, po thash që t'i heqim këto fjalimet edhe të merrna me gjëra konkrete. Dhe do isha interesuar para zgjidhjes edhe për ta njohur auditorin që kemi këtu prezent në këtë ambient shumë të bukur, të kishte një vetë prezantim të shkurtër për detyrat që kryen secili në institucionet tuaja dhe të flasim konkretisht, qoftë për rendin, qoftë për sigurinë në plazhe, qoftë për marrjen e masave, për trafikun që bëhet në sezon, qoftë për mbrojtjen kundër zjarrit. Pra rreth këtyre problematikave të diskutojmë dhe të koordinojmë për të zbatuar dhe atë urdhër të kryeministrit që komitetet e zhvillimit turizmit të jenë permanente, madje duhet ishin pak më shpejt, po gjithsesi e vlerësoj që edhe punën që e keni bërë edhe për te këtij takimi. Kështu që ta fillojmë më mirë direkt, pa fjalime. E bëjmë një vetë prezantim kështu. Ju përshëndes zëvendës ministër, kryetar. Jam shumë e lumtur që jam sot këtu, jo vetëm në detyrën që mbaj si zëvendës ministre e turizmit, kulturës dhe sportit, por mbi të gjitha si mbes Shkodra. Shkodra ka një potencial të zhvillimit të jashtëzakonshëm të turizmit, edhe këto e kanë treguar edhe shifrat e fundit që neve kemi pasur, jo vetëm si vizitor në qytet, por edhe në trashëgimi kulturore, në kala, në muze, dhe këto shifra tregojnë që Shkodra është në rrugën e dur për zhvillimin e turizmit. Janë shumë faktorë që kanë ndikuar në këtë rritje, dhe është një rritje në fakt e qëndrueshme, dhe ajo çfarë është synimi ynë është që jo vetëm Shkodra, por gjithë Shqipëria të ketë një rritje të qëndrueshme të zhvillimit të turizmit. Dhe kjo reflektohet shumë qartë në numra, edhe pse ne publikojmë shumë shpesh shifrat. Në 2025 kemi pasur 12.5 milion vizitor. Sigurisht që kemi objektiv rritjen e numrave në total për gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, por rritja e numrit në vetvete e vizitorëve nuk është vetëm ky synimi ynë. Ne gjithashtu synojmë që të ketë një rritje të numrit të net qëndrimit të vizitorëve. Aktualisht kemi mesataren 2.5 net dhe duam ta çojmë në 3.5 dhe në 4.5. Duke rritur numrin e qëndrimit të vizitorëve, gjithashtu rrisim edhe okupancën vjetore të hoteleve. Pra, kemi synime të tjera përveç rritjes së numrit të shifrës së përgjithshme të rritjes së vizitorëve. Për ta garantuar këtë dhe për ta arritur këtë si qëllim dhe si objektiv, është i nevojshëm i gjithë kontributi juaj, i të gjithë institucioneve, sepse një turist kur vjen viziton, qoftë vizitor që kalon në Shkodër dhe nuk qëndron, qoftë edhe turist cili flen 1 natë, 2 net apo 3 net apo vendos të bëj pushimet në Velipoj apo në Shkodër,
ka shumë rëndësi që të ndihet edhe i sigurt. Pra, siguria e turistit duhet jetë objektivi maksimal i të gjitha institucioneve që janë sot këtu. Siguria fizike e turistit, siguria ushqimore e turistit, shëndetësia e tjera me radhë. Nuk dua të zgjatem tek pikat e sigurisë sepse i tha prefektja shumë qartë, do të shtoja vetëm pikën e vrojtuesve të plazheve. Të ketë një vëmendje të shtuar nga institucionet përgjegjëse, duke filluar nga Agjencia Kombëtare e Bregdetit me zyrën rajonale që ka këtu në Shkodër, dhe institucionet e tjera që të ushtrojnë kontrolle të vazhdueshme për vrojtuesit e plazheve, sepse është një nevojë shumë e domosdoshme, e cila duhet të jetë dhe të reflektohet nga të gjitha bizneset dhe të merren masa për të gjitha ato biznese sipas legjislacionit në fuqi, të cilat nuk e zbatojnë si pikë vrojtuesit e plazheve. Ndërkohë pikat e tjera i tha prefektja dhe nuk dua t'i përsëris, do të jemi këtu që juve të toni mendimet tuaja, shqetësimet tuaja, idetë tuaja dhe qoftë një sezon turistik sa më i mbar jo vetëm për Shkodrën, por për gjithë. Bashkia e Shkodrës ka marrë masat e nevojshme që ky sezon të jetë më i mirë se ai i kaluari, pavarësisht se edhe sezoni i kaluar kishte nivele shumë të larta në numër, në cilësi, si edhe në rritjen e shërbimeve të hotelerisë, patjetër edhe të shërbimeve të tjera turistike. Për sa i përket sezonit turistik në plazhin e Velipojës, janë marrë masat konkrete me gjithë detyrat që parashikon VKM-ja për menaxhimin e plazheve publike dhe janë miratuar hartat, planvendosjet për gjitha parcelat dhe janë lidh kontratat për gjitha, janë miratuar planvendosjet për gjitha subjektet që kanë miratuar në AKB. Ndoshta edhe pa mikrofon sepse ne kemi bisedë. Sajme Rustemi, drejtori i policisë. Gjupi, shefi i stacionit të policisë kufittare Shkodër. Menaxhojmë fluksin dhe veçanërisht fluksin e shtuar që po vjen këto ditë të stinës të verës. Faleminderit. Hysén Hysaj në prefekti Malësia Madhe. Bashkia Puk, kryetari. Këshilli i Qarkut Shkodër shpreh vlerësim për organizimin e kësaj tërëze në bashkëpunimin institucional në funksion të menaxhimit mbarvajtjes ndërore, strukturat e sigurisë, të shëndetësisë, infrastrukturës, trashëgimisë kulturore, promovim dhe në zhvillim qëndrueshëm turistik. Turizmi sot nuk shihet vetëm si një sektor ekonomik, në krijimin e një qasje të koordinuar dhe afatgjatë për zhvillimin e territorit. Në këtë proces Qarku ka një rol shumë të rëndësishëm koordinues, promovues dhe ndërlidhës ndërmjet aktorëve të Qarkut Shkodër. Nisur nga ky vizion, gjatë këtyre viteve Këshilli i Qarkut kemi në vim të kësaj qasje Qarku brenda këtij muaji do organizojë tërëzën rajonale për zhvillimin ekonomik dhe fuqizimin e tregut të punës në raport me turizmin dhe sektor të lidhur me të në vitin 2 për të sjellë mundësi zhvillimin me pranë komuniteteve lokale. Një rësi të veçantë i është kushtuar folklorike në nivel Qarku, aktivitetet që promovojnë kulturën, traditën dhe muzikën, është element thelbësor për zhvillimin e turizmit autentik dhe të qëndrueshëm, i cili krijon vlera jo vetëm ekonomike, por edhe në gjatë sezonit turistik, por në mënyrë të vazhdueshme për çështjet që lidhen me infrastrukturën, sigurinë